BDI thot se fitoria në zgjedhjet lokale në komunat me shumicë shqiptare i takon VMRO-DPMN-s. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Arber Ademi tha se BDI ka dalë në këtë përfundim pas një analize të detajuar të çdo vendvotimi dhe të çdo komune. Të gjitha të dhënat dëshmojnë se rezultati për kryetar në Dibër, Çair, Saraj, Kërçov, Bërvenic dhe në një sër komunesh të tjera me shumicë shqiptare, është produkt i votës masive të VMRO-DPMN-s në favor të kandidatëve të tyre dhe të vlenit. Prandaj, në mënyrën më korrekte dhe më transparente të mundshme, ne e urojmë VMRO-DPMN për këtë rezultat zgjedhor. Ademi tha se Vlen nuk ka arritur të fitojë shumicën e votës shqiptare në asnjë nga këto komuna, as për kryetar, as për këshill. Sipas tij, roli i vetëm i Vlen në këto zgjedhje ka qenë të shërbejë synimeve të VMRO-DPMN-s. Nënkryetari i BDI-s tha se ky është një mandat moral dhe politik që i obligon ata si BDI që në Kongresin e Dhjetorit të riorganizohen dhe të ripërtejnë strukturat e tyre në përputhje me pritjen e qytetarëve. Ademi njoftoi se BDI do të vazhdojmë punën me energji të re, me transparencë dhe me përkushtim të plotë ndaj interesit të qytetarëve dhe të ardhmes evropiane të vendit.